Me rritjen e ndjeshme të fluksit të turistëve dhe automjeteve gjatë sezonit veror, Policia Rrugore e Shkodrës ka hartuar një plan të posaçëm masash për të garantuar sigurinë në akset kryesore dhe për të parandaluar bllokimet e trafikut. Sipas shefit të sektorit të Policisë Rrugore në Shkodër, komisar Ermal Zenelaj, vetëm gjatë 6 mujorit të parë të vitit, nga pikat kufitare të qarkut kanë hyrë mbi 2.14 milion shtetas dhe afër 950.000 automjete, mesatarisht çdo ditë regjistron rreth 11.800 shtetas dhe 5.250 automjete, çka e rëndit Shkodrën ndërqarqet me fluksin më të lartë të lëvizjes në vend. Dihet se Shkodra është një arterie ku ka lëvizje nga e gjithë Evropa, sidomos në pikat doganore. Hanihotit Mariqan është hartuar plani masave dhe po menaxhohet nga shërbimet e Policisë Rrugore. Vlen për të theksuar fakti se kemi disa shifra, domethënë, për 6 mujorin e parë, që në këto momente që flasim, në Shqipëri kanë hyrë rreth 2.14 milion turistë dhe 950.000 automjete. Akset kryesore dhe me prezencë trafiku janë Hanhoti Shkodër Lezhë, Dhana Sjelltas, Moriqani Shkodër Lezhë. Akse me prezencë trafiku kemi rrugën e Thethit, kemi rrugën e Velipojës, kemi rrugën e Komanit, edhe disa zona tjera turistike të cilat po menaxhohen nga shërbimet e policisë. Policia ka identifikuar dhe pikat më problematike ku krijohet ngadalësim qarkullimi. Për përballimin e situatës janë shtuar patrollimet në terren, janë vendosur shërbime shtesë në akset me fluks të lartë dhe monitorimi po kryhet edhe me mjete inteligjente, përfshirë dronët dhe radarët. Shpejtësia mbi normat e lejuara, parakalimet e gabuara, njerëz që drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit, apo le drejtimi, manovrat gabura e tjerë, këto janë shkeljet shumë të konstatuar nga Policia Rrugore, të cilat po monitorohen me mjete inteligjente si makina inteligjente, dron, radar. Policia Rrugore në vetvete nuk e ka tendencën e ndëshkimit me masa administrative të qytetarëve, por kur paraqiten këto shkelje, domethënë kur paraqiten këto problematika në qytet, atëherë duhet më ndërhyjmë me zbatueshmërinë e ligjit dhe me masat administrative në proporcion me pjesën e shkeljeve konstatuar nga shërbimi i policisë. Teknologjia është një nga kriteret kryesore në kuadrin e dokumentimit të shkeljeve. Masat e marra kanë sjellë një përmirësim të treguesve të sigurisë rrugore. Gjatë 6 mujorit të parë janë regjistruar 34 aksidente nga 55 që kishte në të njëjtën periudhë një viti më parë. 21 aksidente më pak, edhe numri viktimave ka shënuar ulje. 21 më pak, që do të thotë punë e mirë e Policisë Rrugore. Ndrim jetë. Persona që kanë ndruar jetë nga aksidente rrugore 6 mujorin e parë të vitit 2025 ka pas 13. Aktualisht jemi me 4 aksidente. Pra, do të thotë 9 aksidente më pak. Plagosje të rranta ka pas 8 raste 6 mujorin e parë 2025, aktualisht kemi 6 raste, 2 më pak. Pra, plagosje të lehta 49, ka pas 6 mujorin e 2025, aktualisht kemi 35 plagosje të lehta, pra 14 më pak. Kemi një shtim të pjesës aksident me dëme materiale, 208 aksident me dëme materiale, aktualisht 6 mujorin e parë të 2026 kemi 221 aksident, 33 aksidente më shumë, ku do punohet edhe në këtë drejtim me aksident me dëme materiale, por në tërësinë e zërave të theksuara më sipër, ju garantoj se Policia Rrugore Shkodër ka bërë një punë të mirë në raport me parandalimin e ngjarjeve me pasojë. Një nga shqetësimet e shtuara së fundmi për policinë është drejtimi i mjeteve nga adoleshentët. Zenelaj u bën apel prindërve të mos i japin makinat fëmijëve që nuk janë të pajisur me leje drejtimi. Drejtuesit e rrugorës u bëjnë apel qytetarëve dhe turistëve për të respektuar sinjalistikën, kufizimet e shpejtësisë dhe shmangjen e parakalimeve të rrezikshme. Sipas Zenelajt, bashkëpunimi i drejtuesve të mjeteve me policinë rrugore mbetet elementi kyç për të garantuar një sezon turistik